Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Po na afron tani sezona e verës dhe të gjithë po kërkojmë receta të ndryshme sa më freskuese. Një nga recetat më të kërkuara nga ju ka qenë edhe se si të përgatisim akullore në kushte shtëpie. Dhe si gjithmonë mundohem që të sjell të gjitha kërkesat e juaja. Pa humbur kohë, vazhdojmë që të përgatisim një akullore në kushte shtëpie. Por këtë radhë do ta bëjmë me shijen më virale të momentit, pra me shijen e fëstëkut ose të ëmbëlsirës të Dubait. Misht kemi nevojë për krem pana. E di që shumica ju do të më pyetni se si duket. Ky është produkti, pra krem pana për ëmbëlsira, por gjithmonë sigurohuni që ta keni direkt nga frigoriferi, që kremi pana të jetë i ftohtë. 400 ml krem pana direkt nga frigoriferi, vazhdojmë që ta shtojmë në një enë më të madhe. Tani vazhdojmë që ta përzihem me mikser për disa minuta në shpejtësinë maksimale, derisa të sigurohemi që kremi do të bëhet mjaftueshëm i trosh. Duhet ta përziheni kremin derisa të siguroheni që është bërë kështu një krem shumë i trosh. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë produktin tjetër, i cili është esencial për të përgatitur akullore në kushte shtëpie, që ka shijen njëjtë si ato të ëmbëltoreve. Duhet që të përdorni qumësht të kondenzuar. Mirë, por qumështën e kondenzuar duhet që ta zgjedhni me sheqer, pra sweetened condensed filled milk. Nga ky lloj, mund që të mos ta gjeni nga e njëjta markë, por mjafton që të jetë qumësht i kondenzuar me sheqer. Në total do të shtojmë 350 gram. Kështu pra duket qumështi i kondenzuar, është i trosh dhe ka këtë ngjyrë. Unë këtë qumësht e kam përgatitur edhe në kushte shtëpie. Recetën me video e kam të postuar në një video më të vjetër, por do ta vendos linkun poshtë kësaj videoje për të gjithë ju që doni që ta provoni dhe ta gatuani në shtëpi. Vazhdojmë përsëri ta përzihem me mikser edhe për 3-4 minuta tjera. Dhe tani bazën e akullores e kemi gati. Vazhdojmë tani që t'ja shtojmë shijen e preferuar dhe siç thash sot, unë do ta bëj me krem fëstëku. Në total, krem fëstëku do të shtoj 2 lugë gjelle të mbushura mirë, sepse dua që ta merr edhe ngjyrën më të mirë, por edhe shijen më të mirë akulloria. Vazhdojmë përzihemi edhe një herë të fundit me mikser. Pasi sigurohemi që e kemi përzier mirë me mikser masën, vazhdojmë edhe një herë e përzihem me lugë, që këto pjesët anësore që kanë mbetur pa u përzier të bëhen bashk. Nëse juve ju duket ngjyra e hapur, mund të përdorni edhe ngjyrues artificial, të shtoni pak ngjyrë, por nëse kremin e fëstëkut e keni nga i origjinal, atëherë ngjyra do t'ju dalë kjo, një jeshile e hapur. Tani do të marrim një enë plastike, të cilën duhet që ta keni edhe me kapak, që mos na merr erë akulloria, dhe vazhdojmë që masën që e përgatitëm ta shtojmë aty. Dhe pasi sigurohemi se e kemi lëmuar mirë mbi tërë sipërfaqen, tani akulloria është gati për ta futur në ngrirje të thellë. Për 4 deri në 6 orë, është mirë që ta përgatitni në mbrëmje, që ditën e nesërme ta keni të gatshme dhe kështu do t'jepni kohë që të ngrihet më mirë dhe më shumë akulloria. Dhe në fund të videos, si në çdo video recetë, do ta bëjmë edhe demonstrimin nga afër të akullores me krem fëstëku.